26 studentë Akademisë së Sigurisë janë helmuar nga ushqimi pas konsumimit të drekës brenda ambienteve të akademisë. Studentët janë ndjerkeq duke patur komplikacione shëndetësore dhe janë dërguar në spital. Sipas dyshimeve paraprake, 56 studentët mund të jenë helmuar nga ushqimi që kanë konsumuar në drekë. Akademia e Sigurisë ka një kontratë me kompaninë private Sori Al që ofron shërbim catering për 3 vaktet për studentët. Deri më tani, për rastin Komisariati numër 1 në Tiranë ka arrestuar një prej teknologëve të kompanisë private dhe ka vënë në hetim një teknologe tjetër dhe ka shpallur në kërkim administratoren dhe pronarin Alma Tafani. Studentët që u helmuan kanë pasur simptoma të rënda me vjellje dhe dhimbje të forta barku. Pasi janë paraqitur në spital, kanë marrë mjekim serume dhe janë kthyer. Administratori i Akademisë së Sigurisë, Milton Nushi, ka folur për mediat pas helmimit të 56 studentëve nga konsumimi i vaktit të drekës të ofruar nga institucioni dhe i shërbyar kompania private kontraktuar Sorial. Ai thotë se ky mund të jetë problemi i parë këtij lloji në historinë e institucionit dhe shtoi se mostrat e ushqimit që u serviren studentëve po analizohen nga AKU dhe shëndeti publik. Kanë pasur shqetësime studentët mbas konsumimit të vaktit të drekës. Kanë qenë në total rreth 52 studentë, siç më kanë konfirmuar tani. Janë çuar në infirmerinë që kemi këtu dhe më pas në QSUT. Dhe janë të kthyer të gjithë jashtë shëndoshë mirë janë këtu. Kjo ka qenë dyshimi është që ka ndodhur mbas konsumimit të këtij ushqimi. Ushqimi është i standardeve shumë të mira. Dhe s'kemi pasur asnjë problemi helmimi deri sot, ditën që flasim. Kemi njoftuar menjëherë institucionet, AKU-n edhe shëndetin publik, i cili ka marrë mostrat, sepse ne këtu ushqimi këtu vjen në formë cateringu, dhe ne këtu mbajmë dhe mostrat, kemi komision që e pret, edhe bashkë me mjekun, dhe mbajmë mostrat 24 orë të ruajtura për raste kur ndodhin këto lloj incidentesh. Kjo është një kontratë e re që e kemi, por ka pasur dhe kontratat më parshme. Kompania. Nuk e di pasaj të tjerat, se s'kam qenë në këtë. Por që janë marrë të gjitha masat, po presim tani që të dali analizat, aktet e analizës, me shëndetin publik kanë ardhur përsëri prapë shëndetit publik kemi thirrur, po marrin prapë analizat e studentëve dhe tash mbas kësajt që të shikojmë se si është eceria e tyre. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar rreth 155 kg ushqime të Akademia e Sigurisë të furnizuar nga kompania private kontraktuar Sorial. Gjithashtu, AKU-ja njofton se ka gjobitur nga 100.000 lekë Akademinë dhe kompaninë Sorial deri në fund të vitit 2025. Kompania Sorial rezulton si fituese 75 tenderave publik me vlerë totale 4.2 miliard lekë.